se për mirësive dhe dhuratave më të mëdha që Allahu te bareke ve teala ja jep robit, që e bën për njerëzve të namazit, e bën për njerëzve që të dalin para Zotit xhelle xhelalu. Hayya 'ala Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër, nuk ishte prej zakonit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të mban ligjërata pas namazit të yatsis. Ai e falte namazin e yatsis, edhe më njëherë pas asaj dilte nga xhamia, nga se ishte kujdesshëm për gjendjen fizike dhe të sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum. Por ja që në një natë për netëve, kthehet pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam pas namazit e yatsis në drejtimin e sahabëve radhiyallahu anhum dhe ju thot: "Ala rislikum, qëndroni ju vëllezërit e mi, wa abshiru ay ikhwani, inna min ni'matillahi alaykum an laysa ahadun min an-nas yusalli fi hadhihi as-sa'a." Qëndroni në vendin e ju vëllezër dhe përgëzojuni se për mirësive të Allahu xhallahu ala për ju është se në këtë moment nuk ka në faqen e tokës që falen namaz dikush përpos jush. Dhe kështu thot Ebu Musa al-Ash'ariu radhiyallahu anhu, dolëm ka xhamia dhe ne ishim shumë të gëzuar. Allahu akbar. Pra ju vëllezërit e mi, me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshiron të na tregon se për mirësive dhe dhuratave më të mëdha që Allahu te bareke ve teala ja jep robit, që e bën për njerëzve të namazit, e bën për njerëzve që të dalin para Zotit xhelle xhelalu. Dijeni ju robër të Allahut se në këtë botë janë dy lloj të botrave dhe kënaqësive. Bota e kënaqësisë të epsheve dhe në anën tjetër bota e namazit. Wallahi namazi është shije tjetër. Ajo është botë në vete. Andaj transmetohet nga shumë prej të parëve tonë radhiyallahu ta'ala anhum, të cilët thonin: "Laula as-salah lama ahbabna al-baqa'a fi dunya", po të mos jetë namazi, nuk do ta kishim pas dashur jetën në këtë dunja. Edhe një ditë prej ditëve, edhe një njeri plak tek hoxha jon Sheh Yahya, i cili e kishte arrit moshën 130 vjeçare. Dhe shehu i tha: "O filan, si ndjehesh dhe si je?" Ai i tha: "Përderisa falem ende, tha jem elhamdulillah." Allahu akbar. Ky njeri e dije ju vëllezër se vlera e kësaj jete barazohet me vlerën e namazit. Namazi, qetësia e shpirtit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili sa herë që e kaplonte ndonjë brengë prej brengave të dunjas, i drejtohej te Bilalit radhiyallahu ta'ala anhu dhe i thonte: "Arihna bis salati ya Bilal", na qetëso me namaz o Bilal. Allahu akbar. Kurse Aisha radhiyallahu ta'ala anha thonte: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha hazzabahu amrun farra ila as-salah." Thot Aisha pra radhiyallahu anha, sa herë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kaplonte në një ngushtisë dhe në një mbërziti për mbërzitive të dunjas, ai ikte për në namaz dhe e gjente prehjen atje alayhi salatu wassalam. Po ju vëllezërit e mi, ishte pejgamberi juaj sallallahu alaihi wasallam, ai i cili çoheshte natën dhe faleshte deri sa janjeshin këmbët. E në një natë për netëve, nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha i tha: "Khaffif ala nafsika ya Rasulallah", lesoja vetes o i dërguari i Allahut, je duke i rëndu shumë derisa të anjen këmbët në namaz. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshti që t'ja bën me dije nënës të besimtarëve se namazi nuk është preokupim, se namazi nuk është obligim mbi supet dhe qafat tona, sa është mirësi dhe dhurat prej Allahu xhelle xhelalu. Dhe ju drejtua asaj radhiyallahu anha dhe i tha: "Efela uhibbu an akuna abdan shakura", a nuk dëshiroj unë o nëna e besimtarëve që të jem rob falënderues. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja bëri me dije Aishës radhiyallahu anha se qëndrimi im natën në këmbë në namaz është në shenjë falënderimi ndaj Allahut azza wa jall. Po ju vëllezërit e mi, a nuk jemi ne ata që kur him në namaz pas tekbirit fillestar dhe subhanekes, gjën e parë që recitojmë dhe këndojmë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimet dhe lavdatat i takojnë Allahut, Zotit të botrave. Pra robi e fillon namazin e tij me falënderim dhe lavdat për Zotin xhelle xhelalu, për t'ia bërë me dije vetes dhe zemrës së tij se vetë qëndrimi në namaz është dhuratë e madhe prej Allahut azza wa jall. Sheikhul Islam Ibn Taymija radhiyallahu anhu thot: "Në qoftë se ibadetet dhe adhurimet në krye të tyre namazit do të kishte qenë shpagimi mirësive dhe dhuratave që na ka dhënë Allahu, ne kur nuk do të kemi mundësi që t'i shpagojmë mirësitë e Allahut. E si kur vetë namazi dhe adhurimet janë mirësi dhe dhurat prej Allahut xhelle wa ala." Kurse nxënësi i tij Ibn Qayyim el-Jauzi radhiyallahu anhu thonte:
E si ka mundësi që ne ta falenderojmë Allahu xhallahu ala për mirësinë e namazit, kur vetë namazi ka nevojë për një falënderim tjetër. Pastaj ajo që Allahu na ka bërë që ta kuptojmë se namazi është mirësi dhe dhuratë prej Zotit xhallahu ala, ka nevojë për një falënderim të tretë e kështu deri në pafundësi. Andaj ne kur nuk kemi mundësi që të arrijmë deri tek falënderimi i madh ndaj Zotit xhallahu xhelalu për atë që na ka bërë iftar të namazit. O ju vëllezërit e mi, pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam çoheshte dhe faleshte natën dhe zbukuronte namazin, ashtu siç thonte nëna e besimtarëve, kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa jamalihinna. Ai falte nga 4 rekat, e mos pyet për bukurinë dhe zgjatjen e atyre namazeve. E në fundin e tyre thonte, la uhsi thana'an alayk, o Allah, unë nuk di të falenderoj dhe të madhëroj, vetëm ashtu siç ty o Zoti im din që ta falenderosh veten tënde, nga se e dinte sallallahu alaihi wasallam se dhe vetë namazi ka nevojë për falënderim ndaj Zotit xhallahu ala. Pra ju vëllezërit e mi, një prej shkaqeve që na ndihmon me lejen e Allahut që të ndjejmë dhe të shijojmë ëmbëlsinë e këtij ibadeti dhe këtij adhurimi, që ta kuptojmë se ajo është mirësi dhe dhuratë e madhe e Zotit xhallahu ala ndaj nesh. Andaj elhamdulillah në fillim, elhamdulillah në mbarim, që Zoti xhallahu ala na ka bërë për iftarëve të namazit dhe islamit. O sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.